Një operacion i ndërmarrë nga policia në fshatin Sanakos të Gostivarit ka rezultuar me sekuestrimin e një armë zjarri dhe ndalimin e 5 personave. Sipas njoftimit të zyrtar të policisë, bëhet fjalë për një pistolet të llojit Beretta kalibër 9 mm, e cila u gjet në një objekt hotelerik në këtë fshat. Më datën 21 tetor të vitit 2025, në orën 1:40 pas mesnate, në një objekt hotelerik në fshatin Sanakos të Gostivarit, është gjetur një pistolet Beretta kalibrit 9 mm dhe një karikator me 4 plumba. Për shkak të dyshimit të bazuar për kryerjen e veprës penale, prodhim, mbajtje dhe tregtim i paautorizuar i armave ose lëndëve plasëse, punonjësit e policisë nga Departamenti i Policisë Gallat dhe stacioni policor në Gostivar kanë privuar nga liria personat me iniciale MA 26 vjeç, personin me iniciale MO 31 vjeç, personin me iniciale AA 31 vjeç, personin me iniciale JD 30 vjeç dhe personin me iniciale AM 22 vjeç, të gjithë nga fshati Sanakos. Burime nga policia bëjnë të ditur se personat e ndaluar janë shoqëruar më njëherë në stacionin policor për procedurë të mëtejshme hetimore. Pas marrjes në pyetje, njëri prej tyre, me inicialet MA, ka marrë përgjegjësinë duke deklaruar se arma ishte në pronësi të tij. Ndaj tij, personit me iniciale MA është ngritur kallëzim penal për veprën prodhim, mbajtje dhe tregtim i paautorizuar i armave ose lëndëve plasëse, në përputhje me nenet përkatëse të kodit penal. Me vendim të gjyqtarit kompetent, ndaj tij është caktuar masa e paraburgimit. Hetimet për rastin vijojnë, ndërsa autoritetet nuk kanë dhënë detaje të tjera mbi qëllimin apo rrethanat e mbajtjes së armës në objektin hotelerik.